124 kg mish pavull dhe certifikat veterinarie janë sekuestruar nga AKU në Qarkun Shkodër. Ramir Haderi, drejtori rajonal, bën me dije se është zgjësuar sasia mishit të sekuestruar, ndërsa shton se 2 pika të tregtimit të mishit të paregjistruara në ÇKR janë mbyllur, ndërsa në 2 pika të tjera të regjistruara janë vendosur masa administrative gjop, që arrin në vlerën e 600.000 lekëve. Kemi pasur një aksion 2 ditor në bazë të urdhrit të drejtorit përgjithshëm për monitorimin për shkaqe të smundjes së mortajes, për tregtimin e mishit jashtë kushteve, me certifikata dhe vula për kacë nga veterinarët për kacë. Deri tani aktualisht kemi bë sekuestrimin me drejta zgjesimit rreth 124 kg mish pa vulë dhe pa certifikat. Janë bllokuar dhe mbyllur 4 subjekte nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit. Aktualisht jemi në fazën e monitorimit. Grupet janë të rënë bashkë me Autoritetin Kombëtar të Veterinarisë, si nga pikat doganore, ashtu dhe në akset kryesore ku mund kemi lëvizje kafshës, po ashtu dhe në dyqanet e mishit ku mund kemi tregtim mishit të paligjshëm, do të jemi në terren 24 orë. Për momentin në Qark Shkodës vetëm në këto 4 subjekte kemi marrë mas, ndërsa në pjesën tjetër të subjekteve që janë me një numër NIPT dhe të licencuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit, nuk kemi konstatuar shkelje të tjera ligjore. Haderi shton se kontrollet janë në kuadër të aktit normativ dhe do të vazhdojnë edhe përgjatë sezonit veror. Masat janë marrë mbi bazën e aktit normativ për bllokimin e të gjithë objekteve dhe produkteve ushqimore që janë sidomos tregtimit mishit. Ndërsa për sa i përket masave që janë marrë, këtu kemi pas dhe një bllokim të një stabilimenti për punim të djathit, i cili gjatë analizimit të marrjes mostrave ka dalë jo konform dhe aty janë bllokuar një farë sasie djathit që do shkojnë për asgjësim. Subjekti aktualisht ka marrë masë paralajmëruese në bazë ligjit të ri të inspektimit dhe po punojnë që brenda një afatit kohor bëhet rikontrolli nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit. Kontrolli u krye në kuadër të monitorimit të situatës së sëmundjes së mortajes tek ruminantët e vegjël, me qëllim garantimin e sigurisë ushqimore dhe mbrojtjen e shëndetit të konsumatorit.